Louise Ailey ka dhënë edhe një herë mesazhin e tij të drejtë në mënyrën që vetëm ai di ta bëjë më mirë dhe këtë herë me një prekje ironie që ka ndezur rrjetin që në mëngjes. Ai ka publikuar një foto të gishtit të tij të ngjyrosur pas votimit për zgjedhjet e vitit 2025 dhe ka shoqëruar imazhin me një nga frazat më të goditura që është shpërndarë me shpejtësi të rrugfeshme në Instagram. Na luajn gishtin me boj, po na bëjnë me gisht gjithë jetën, shkruan Louise, duke i dhënë kështu një koment të fortë dhe të ngjeshur mbi realitetin politik dhe ndjeshmërinë qytetare që e karakterizon shpeshherë shoqërinë shqiptare. Me një frazë të vetme, ai ka bërë që shumë ndjekës të reflektojnë, ndërsa të tjerë e kanë përjetuar si një batutë tipike të stilit të tij thumbues dhe ironi. Fotoja ka marrë qindra repostime në rrjet dhe ka ngjallur debat, por edhe duartrokitje për kurajon për të folur hapur. Edhe pse nuk ka përmendur asnjë emër konkret ose ka politik, mesazhi i tij është përjetuar si një thirrje që të gjithë ta përdorin votën me vetdije, por edhe si një pasqyrim i shgënjimit që mbart një pjesë e madhe e qytetarëve. Louise, si gjithmonë, ka ditur të flasë në mënyrën më të drejtë pa pasur nevojë për fjalë të mëdha, duke bërë që një gjest i thjeshtë si votimi të shndërrohet në një mesazh me jehon të fortë. Ai nuk është vetëm artisti i skenës, por edhe zëri i atyre që shpesh ndihen të lënë pas dore. Reagimi i tij është pritur me duartrokitje dhe komentet nuk kanë munguar, duke e kthyer këtë postim në një ndër më të shpërndarët e ditës. Një tjetër provë se Louise nuk flet vetëm për të kënduar, por edhe për të ngritur zërin kur e ndjen të nevojshme.